Debatet për cilësinë e shërbimit të pronësisë u rikthyen në vëmendje gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak në Lezhë, ku në qendër të diskutimit ishte puna e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. I ftuar për raportim ishte drejtori vendor Altin Gjergji, pas kërkesës së bërë nga këshilltari i opozitës Alfrida Marku. Përfaqësuesit e opozitës ngritën shqetësime për mënyrën si po trajtojnë qytetarët, duke theksuar vonesën e procedura, mungesën e përgjigjeve konkrete dhe vështirësitë për të zgjidhur çështjet e pronësisë. Janë të shumta ankesat e qytetarëve të Lezhës sa i përket vonesave të parësyeshme për regjistrimin, për trajtimin e kërkesave të tyre për regjistrimin e tokës bujqësore të përfituar sipas ligjit 7501, por jo vetëm kaq, vonesat parësyeshme edhe në procesin e të zgjatur të legalizimeve, si edhe shërbimet administrative të tjera të përditshme për cilat vëtheksin se qytetarët paguajnë edhe tarifat konsiderueshme. Për qytetarët e thjesht është shumë e vështirë që të marrin një certifikat pronësie këto. Ndërkohë që më parë mund të legalizosh një objekt shumë kaq sesa një banesë, një karshe për të jetuar. Apo edhe këto pritjet e gjata për qytetarët, saqë shpesh pazaret bëhen edhe në për lokale për të marrë ato certifikatat e pronësisë edhe për t'i përshpejtuar procedurat. Dhe këto e thonë vetë qytetarët sepse mesin me vite pas dyrëve të ASHK-s. Në reagim në këtyre deklaratave, kryebashkiaku i Lezhës Pierre Indre kërkoi që çdo pretendim për shkelje apo abuzim në ndigjet përmes rrugëve ligjore dhe të referohet në institucion drejtësisë. Bëheni serioz si politik, po edhe si përfaqësues se jeni votu. E nuk ju lejohet të ngeni insinuata e tymse Facebooku këtu, se me Facebooket tuja jemi knaq duke i bë zi katran me bojë të gjithë. Këtu jemi në Lezhë dhe Lezhë është e vogël. Nëse keni në një gjë, e nëse keni një pretendim, e nëse keni një të dhënë, ju lutem adresoni të organet e drejtësisë. Jo me letra anonime, po me kallëzime direkte se kur, si, qysh dhe tek. Sa për statistika, hajde i kemi aty 30.000 shërbime kadastrale janë opëruar në qarkën e një viti kohor. Nëse kena ankesë, hajde shif aty pas derës ASHK-s, në 6.000 qytetar, ja u jap drejtën këtu publikisht, para gjithë këshillit. Për sa i përket shërbimeve kadastrale, ke mundësi të kërkosh Agjencisë Shtetërore të Kadastrës evidencën raport me aplikimet e prapambetura që ju po thoni nuk po marrin në kohë shërbim. Kadastra e Lezhës është e para në Republikë për performancë në raport me kërkesat e qytetarëve dhe shërbimet në kohë reale që marrin. Aktualisht dyja kadastrës në Lezhë mbulon një territor të gjerë duke ofruar shërbime dhe për zonat e mirëditjes dhe kurbinit. Fluksi i lartë i kërkesave i kombinuar me mungesën e plot të stafit vijon të mbetet një nga aspektet kryesorë në përballimin e problematika të shumta që lidhen në pronësinë.